Nga e marta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hyrë në fuqi tarifa të reja për lëndën e drurit, të cilat importohen. Kjo pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump, në të cilën përfshihet një taks prej 10% mbi importet e drurit, ndërsa taks më lart prej 25% për dollapët dhe mobiljet. Madje nga 1 janari, norma për mobiljet e mbështjella të importuara pritet të ngritet në 30%, ndërsa ato për dollapët e kuzhinës do të ngriten në 50%. E nga Kosova, mobiljet, dyer dhe dritare janë materialet ndërtimore prej drurit që janë eksportuar më së shumti. Por ende nuk dihet se çfarë tarifash do të vlejnë për Kosovën, meqense qeveria ka hequr tarifën doganore prej 10% për mallrat e importuara nga SBA. Nga shoqata përpunuese e drurit të Kosovës kërkojnë që institucionet në vend të ndërmarrin masa para se të aplikohen këto tarifa. Faktikisht çdo rritje e taksave e cila mund të prek eksportuesit tanë, sidomos tash në tregun amerikan, normalisht ndikon negativisht në eksportin e kompanive nga Kosova. Mirë po, meqense këto taksa ende pritet të zbatohen deri në janar të vitit në vijim, unë shpresoj që do të ketë negociata edhe bisedime midis dy palëve, në mënyrë që të definohen taksat që do të aplikohen. Se kjo taks do të ketë efekt negativ e thonë edhe nga oda ekonomike e Kosovës. Institucionet tona duhet të ndërmarrin veprime, duhet të gjejnë mundësinë e lobimit, po edhe kontakteve mundësisht me zyrtarët e administratës së Shtetit Bashkuar të Amerikës, qoftë edhe me Departamentin për Tregti, në mënyrë që me gjetë një mundësi për me hjek këtë taks ose me liru mallrat me origjinë Kosovës nga kjo taks doganore që kishme ndihmu shumë edhe këto pak eksporte që kemi nga Kosova për t'i eksportuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas të dhënave të doganes së Kosovës, Kosova në 5 vitet të fundit më së shumti ka eksportuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dyshek, fustane, mobilje, ushqim për kafsh, dyer dhe dritare si dhe verë të kuqe.